Dhunoi fizikisht mbesën e tij, arrestohet 34 vjeçari në Gjirokastër. Një person është arrestuar ditën e sotme në qytetin e Gjirokastrës. Sipas njoftimit të policisë, shtetësi me inicialet LL, 34 vjeç, ka ushtruar dhunë fizike ndaj mbesës së tij, e cila u pajis me urdhër mbrojtje. Ende nuk dihen rrethanat pse ka ushtruar dhunë ndaj mbesës së tij, por policia është duke punuar për zbardhjen e plotë të rrethanave. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Gjirokastër arrestuan në flagrant shtetësin LL, 34 vjeç, banues në Gjirokastër, pasi ka ushtruar dhunë fizike ndaj mbesës së tij, e cila u pajis me urdhër mbrojtje, njoftoi policia. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.